Përshëndetje miq. Kjo video është për ju, të cilët e ndjeni që nuk mund të jeni vetvetja në një marrëdhënie specifike apo në shumë marrëdhënie të ndryshme. Dhe e ndjeni që nuk mund të shkëlqeni dritën tuaj plotësisht, që nuk mund të shprehni veten tuaj sinqerisht dhe thellësisht, pra të thoni çdo gjë, sepse nuk ndjeni të sigurt dhe sepse e ndjeni që personi tjetër ndoshta do t'ju cënoj. Pra ka shumë mënyra, mund t'ju cënoj, mund t'ju kopjoj dhe ndoshta mund të bëhet xheloz apo xheloze dhe nuk dëshiron që ju të shkëlqeni dritën tuaj në këtë lloj mënyre apo të tregoni këtë lloj gjëje, apo ndjeheni që nuk, për shembull, individ të caktuar nuk gëzohen për gëzimet tuaja. Në radhë të parë, më lejoni t'ju them që zemra ime është me ju dhe e kuptoj vërtet shumë mirë se si mund të ndiheni, sepse këta njerëz mund të jenë vërtet shumë të vyer për ju dhe këta njerëz mund të jenë dhe familja juaj, apo ndoshta edhe mund t'i quani familje nëse nuk janë familje në kuptim të parë. Dhe e di që është e vështirë, por ndoshta nuk janë marrëdhëniet e duhura për ju. Dhe në fakt, ju mund të vazhdoni në këtë lloj mënyre, sepse duhet të keni parasysh diçka. Asnjëherë mos dëgjoni të tjerët teksa ju thonë që duhet të bëni këtë apo duhet të bëni atë. Ju e dini cila është më e mira për ju dhe rrugtimin tuaj. Askush tjetër nuk e di. Edhe ata që bëjnë sikur e din, nuk e din më mirë se sa ju. Dhe udhëzimi më i mirë që unë mund t'ju jap është të dëgjoni intuitën tuaj. Sepse personalisht edhe vetë nuk më ka pëlqyer asnjëherë të dëgjoj të tjerët që të më drejtojnë rrugtimin tim, sepse në rregull mund të marr çfarë më nevojitet apo çfarë e ndjej me intuit që është e saktë, kjo që po thuat është e saktë, për mua të paktën, sepse gjithçka që ky person mund të thotë mund të jenë të bukura dhe mund të jenë të sakta, por jo për mua. Jo për karakterin tim, personalitetin tim unik, jo për aftësitë mia unike. Dhe sado që ky person mund të duket sikur të njeh, ndoshta nuk ju njeh dhe aq mirë, dhe aq më tepër aq mirë sa që ju e njihni veten tuaj. Askush nuk ju njeh më mirë. Vetëm më pas lidhjet që janë shumë telepatike dhe lidhje shpirtërore që mund të keni me shumë shpirtin tuaj binjak, patjetër që po ata mund t'ju njohin. Nëse njohin veten e tyre, ju njohin ju. Nëse nuk e njohin veten e tyre ende, ndoshta edhe ju nuk mund t'ju njohin. Por të njihni veten në një kuptim të thellë, pra se mund ta njihni veten tuaj në mënyrë sipërfaqësore, për të njihni veten edhe pjesët më të errta ndoshta të karakterit tuaj, që janë pjesë e juaja, nuk keni pse t'i mohoni. Pra udhëzimi im më i mirë është që të dëgjoni veten tuaj, në çdo rast, në çdo rrugë, në çdo moment, në çdo zgjedhje, në çdo ditë, në çdo frymarrje që ju merrni të kësaj jete, ju të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Sepse fundja, edhe nëse do të bëni diçka që duket si gabim, që në fakt nuk ka diçka të gabuar, dhe zëri i brendshëm gjithmonë ju drejton në rrugën më të mirë, por edhe sikur mos ta dëgjoni ndonjëherë dhe të bëni një veprim pa u menduar, një veprim ose thjesht duke u drejtuar nga mendja, nuk ka që të gabuar. Ka mësime, ka eksperienca, ka aventura të bukura dhe mësimet më të mira ne i mësojmë nëpërmjet dhimbjes, nëpërmjet vështirësive. Ja përse ne jemi këtu apo jo, dhe ja përse ndodhin disa gjëra që ndoshta nuk janë kaq të këndshme. Por gjithçka ndodh për një arsye. Dhe le të rikthehemi tek fillimi që e nisëm. Nëse ju ka rënë rasti të jeni apo keni marrëdhënie të tilla që ju nuk ndjeheni vetvetja, që ju nuk ndjeheni të sigurt të jeni vetvetja, të thoni të vërtetat tuaja, të jeni kështu siç jeni, sepse gjithmonë mund të keni tendencën të mbimendoni dhe të mendoni, po çfarë do të mendoj ky person nëse unë e them këtë, apo nëse unë i bëj këtë gjëra, apo pasi ju i bëni disa gjëra që jeni vetvetja, ju të uleni dhe të mendoni, a është duke menduar ky person për këtë, apo po mendon për këtë gjëra që unë bëra, apo ishte kjo gjëja dur që duhet kisha bërë, që duhet kisha thënë e të tjerë. Dhe nga ana tjetër mund të ketë edhe marrëdhënie të tilla që ju të mendoni duke qenë se i doni kaq shumë, nuk ka problem. Unë po ul dritën time, unë po bëhem më pak tërheqës apo tërheqëse se sa jam, vetëm që ky personi tjetër të duket mirë, vetëm që ky personi tjetër të duket bukur, sepse unë dua dhe e dua më të mirë prej tij. Dhe kjo është dashuri shumë e sinqertë që ju po ofroni, dhe shumë e vërtetë, dhe shumë
e bukur një thesar që ju keni. Por nga ana tjetër, a nuk e meritoni dhe ju po të njëjtën dashuri? A nuk e meritoni dhe ju po të njëjtën përkujdesje dhe po të njëjtën ndjesi që përse të mos të dojë dhe ky personi tjetër që ju të shkëlqeni? Përse të mos të dojë dhe ky personi tjetër më të mirën për ju? Dhe këtu është një pikë pyetje e madhe për të bërë që a e ka marrëdhëniet në jetën tuaj këtë lloj dashamirësie, këtë lloj dashurie dhe këtë lloj përkujdesje dhe gjithë këtë gjë që ju ofroni, a e merrni mbrapsht? Dhe sigurisht që ju nuk duhet të kërkoni dhe të për çdo gjë që bëni të mendoni që dua ta marr tani mbrapsht. Ideja është që kjo duhet të ndodhë në një marrëdhënie, sepse kështu është marrëdhënia e balancuar. Sepse përndryshe ju do ndjeni të lodhur dhe jo të lumtur. Dhe kjo nuk është ideja në një marrëdhënie, është marrëdhënie kooperimi, është marrëdhënie simbiotike dhe ka lloj-lloj marrëdhëniesh të me thënë, por ideja është të zgjedhim këto marrëdhënie që na bëjnë të ndjehemi mirë dhe që ne shkëlqejmë të dy, apo të dyja, apo të tretë, të katërt në rastin e një grupi shoqëror. Pra ne shkëlqejmë të gjithë. Dhe imagjinoni se sa bukur, për shembull mendoni kështu, mendoni sikur secili për ju është një dritë. Dhe imagjinoni sa dritë e fuqishme do të bëhet nga të gjithë për jush, apo nga ju të dy për shembull. Dhe kjo dritë amplifikuar është si një efekt sinergjik. Sinergjia do thotë që për shembull 2 + 2 bëjnë 8 dhe jo 4. Pra që puna në grup dhe së bashku ne shkëlqejmë më shumë dhe ne jemi më të bukur dhe ne bëjmë më shumë se sa po të ishim vetëm. Dhe madje edhe më shumë se sa thjesht një marrëdhënie normale, sepse ne po amplifikojmë këtë gjë, po amplifikojmë dritën tonë dhe mirësitë dhe bekimet që ne mund të kemi, sepse duam më të mirën për njëri tjetrin. Dhe duke dashur më të mirën për njëri tjetrin, pra ju më të doni më të mirën për dikë, ndoshta edhe më shumë se për veten. Por edhe ky personi do më të mirë për ju, ndoshta edhe më shumë se për veten. Dhe kështu lind një marrëdhënie shumë e bukur dhe një marrëdhënie ku ju të dy, apo të dyja, apo të dy në rastin e një çifti, mund të shkëlqeni, mund të tregoni talentet tuaja dhe mund të jeni vetvetja dhe mund të tregoni çdo gjë të vetes suaj dhe mund të jeni vetvetja në të mirë, në të keq, kur jeni me nerva, kur nxirrni anën tuaj të errët, apo anën tuaj të shëndritshme. Pra në të dyja rastet ju jeni vetvetja dhe jeni të pranuar plotësisht dhe jeni të respektuar në një sens, po edhe të admiruar apo të dashuruar dhe në të mirë, në të keq, kur i thonë në çdo aspekt tuaj. Mendoj që kjo duhet po të ishin të gjitha marrëdhëniet kështu, bota do të ishte shumë herë më e shëndritshme, më e bukur, çdo marrëdhënie do të ishte më e bukur, do të kishim më pak raste sëmundjesh, më pak raste për shembull të lajmeve të ndryshme dhe lajme ndoshta nuk do të ose nuk do të ekzistonin, ose do të jepnin gjëra të bukura, festa, vetëm për shembull gjëra të gëzueshme. Dhe bota do të ishte shumë herë më e lumtur, më e bukur, më e shëndritshme, më e shëndetshme, sepse te bota ka shëndetin e vet, pra toka. Nëna jon që na mban si fëmijët e saj, sigurisht që ka shëndetin e vet, edhe toka merr frym në kuptimin që ka natyrën e vet dhe duhet dhe ajo të jetë e shëndetshme. Duhet dhe ne që të kontribuojmë pak në këtë aspekt, por nëse ne jemi të lumtur, pra si kjo që po më vjen ndërmend tani, me që tham që është nëna jon, prindërit janë shumë të lumtur kur fëmijët janë të lumtur. Dhe në këtë rast, nëse ne jemi mirë, nëse ne kujdesemi për veten tonë dhe për njerëzit e zemrës, dhe nëse kjo ndodh në një, për shembull, në një konvertim global, në një rang global, atëherë nëna jonë do të ishte shumë herë më e lumtur se sa ne, ose në kuptimin që do të lumturohej thjesht duke na parë ne të lumtur. Dhe më lejoni t'ju them se nëse këta njerëz nuk e kanë vlerësuar dashurinë tuaj, mënyrën se si ju i doni kaq thellësisht dhe kaq sinqerisht, dhe ndoshta nuk e kanë pëlqyer ndonjëherë dritën tuaj apo kanë menduar se është shumë e shëndritshme, do të thotë që ndoshta në fund të ditës nuk ju kanë merituar ndonjëherë, apo ndoshta në fund të ditës nëse ty të duket drita ime për shembull shumë e shëndritshme, unë nuk do ta ul më dritën time. Kjo është ajo që ju mund të bëni. Nuk keni pse ta ulni dritën tuaj, sepse të tjerët mendojnë që është kaq e shëndritshme sa që mund t'ju përbëjë syt. Nuk keni përse ta bëni këtë, sepse ka njerëz aty që
e vlerësojnë shumë dritën tuaj, e vlerësojnë shumë mënyrën se si ju dashuroni. Dhe madje janë edhe ata në po të njëjtën frekuencë drite, kështu që drita juaj nuk ju duket kaq e shndritshme. Dhe nuk keni përse ju të jeni më pak të vlefshëm dhe të bukur dhe të tërheqës dhe se sa jeni dhe të shihni talentet tuaja apo aftësitë tuaja, sepse ju jeni unik dhe ju jeni vërtet shumë të admiruar dhe të pëlqyer ndoshta nga disa individ të tjerë. Nuk keni përse të qëndroni diku ku nuk ndjeni të vlerësuar dhe me këta individ që nuk ndjeni të vlerësuar. Është si puna e një guri të çmuar që dikush që nuk e di vlerën mund thjesht ta hedh diku apo të mendoj që është një gur. Ndërkohë që dikush tjetër që e di vlerën, këtij guri antik apo këtij guri kaq të vyer, dhe zbulon që është për shembull një kristal me vlerë dhe nuk është një gur, atëherë ky person e meriton, sepse ky arrin të shikoj dritën, vlerën dhe gjithçka të këtij individi. Dhe kjo jo për shembull në një sens krahasimi për shembull që dikush është më i mirë se dikush tjetër, absolutisht jo. Ka të bëjë me çështjen e frekuencës, ka të bëjë me çështjen e vibrimit, ka të bëjë me çështjen e për shembull grupimeve të ndryshme, siç ka grupime të ndryshme gurësh të çmuar, që në fakt secili është gur i çmuar, por ka grupime të ndryshme që mund të kombinohen me njëri tjetrin, apo kristalet të caktuar, sepse edhe kristalet kanë mënyrën e vet se si kombinohen me njëri tjetrin. Apo shumë të tjera, pra grupe artistësh për shembull, grupe të ndryshme që këta janë artistë, këta janë shkencëtar, ju do të gjeni grupin tuaj, aty ku ndjeni të vlerësuar. Sepse kjo është esenca e jetës, se të jemi pra njerëzve që na bëjnë të ndjehemi mirë dhe të jemi të vlerësuar në fund të ditës. Dhe jo me njerëz të cilët duan që ne të mos i kemi këto cilësi të mira që ne kemi, vetëm që ata të ndihen mirë, sepse kjo nuk është një gjë e mirë. Edhe ata janë të bukur në mënyrën e tyre, por ndoshta ju është verbruar shikimi dhe nuk shohin dot thesaret e brendshme, sepse janë shumë të zënë duke u krahasuar me të tjerët. Dhe ne mund t'i bëjmë një nder shumë të madh nëse ne thjesht e stopojmë këtë gjë. Pra është një nder i madh për të dyja palët, për ju që të mos vani më, por edhe për palën tjetër që të paktën në këtë periudhë të mos ketë këtë lloj sens krahasimi. Dhe nëse dëshiron ky individ që të vazhdojë të krahasohet me të tjerë, shumë bukur. Por nëse vërtet e kupton më pas atë që ka patur dhe vlerën tuaj që u largua, do të fillojë të reflektojë dhe ndoshta me shumë mundësi dhe në fakt shpresoj që të jetë kjo e dyta, që të zbulojnë thesaret e tyre tani më. Kështu që jam këtu t'ju them që mos i fshihni talentet, cilësitë tuaja më të mira dhe për asnjë arsye në botë mos ulni dritën tuaj. Vetëm që të jeni të pranuar në një grup shoqëror, në një marrëdhënie specifike, apo vetëm që mendja juaj vazhdon t'ju thotë që ky person do lëndohet, po ju që jeni lënduar gjithë këtë kohë. Sepse e kuptoj që ju jeni në këtë spektrin që mendoni më shumë për të tjerët se për veten. Por ndoshta ka ardhur koha që të shikoni edhe pakës për veten, sepse nëse ju nuk e bëni, ndoshta askush nuk e bën. Kjo është ajo që do të ndaj me ju sot, një video pakës e shkurtër, por thjesht e ndjeva të arsyeshme. Nëse jeni këtu dhe tani, keni dashamirësinë time, sepse e di që mund të jetë e vështirë, kjo që ju mund të jeni duke përjetuar. Jam këtu për t'ju ndihmuar nëse ju keni nevojë për suport, mbështetje emocionale, shërim emocional, apo thjesht mjete të ndryshme se si mund të kaloni gjatë kësaj periudhe, jam këtu për t'ju ndihmuar. Dhe shumë faleminderit që jeni deri në këtë pjesë të videos, e vlerësoj vërtet shumë. Faleminderit për të gjithë ju që kontaktoni në email, për të gjithë ju që bëni subscribe, sepse do thotë shumë për mua. Ky komunitet për mua do të thotë shumë. Nuk e di a e kuptoni apo jo. Dhe mezi po pres të shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.